Përshëndetje dhe mirëseardhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim pak mësimin numër 3 të nivelit të parë të gjuhës angleze. Pra mësimi 3, niveli A1. Do të përqendrohemi të paktën tek 3 aspekte: the alphabet, alfabeti, spelling your name, si të gërmëzojmë emrin ton, domethënë si ta themi sipas shkronjave tek e tek sipas alfabetit anglez. Dhe së fundit do të shohim pak classroom language, gjuha angleze e përdorur në një klasë, domethënë se si quhen objektet e ndryshme që zakonisht mund t'i kemi në një klasë mësimore ose edhe diku tjetër. Të shohim pak alfabetin e gjuhës angleze. Në të majt e keni të gjitha shkronjat të shkruara. Tani, ka dy mënyra se si studentët zakonisht e mësojnë alfabetin në gjuhën angleze. Keni parasysh për ju fillestarët që sapo keni filluar të mësoni anglishtën, ndryshe nga gjuha shqipe, ku secila shkronjë jep një tingull të saktuar, edhe kur lexojmë shkronjën teke, për shembull kemi shkronjën A, të lexojmë A, shkronjën B, dhe lexojmë B dhe kështu me radhë. Në anglisht nuk ekziston e njëjta gjë. Secila shkronjë ka mënyrën e vet se si thuhet, se si shqiptohet kur është teke. Për shembull, kemi shkronjën A, i themi A, kemi shkronjën B, që i themi B, kemi shkronjën C, që i themi C, A, B, C, D, dhe kështu me radhë. Tani, ka dy mënyra se si mund të mësojmë alfabetin në gjuhën angleze. Ose duke filluar nga A-ja deri te Z-ja, pra nga shkronja e parë deri te shkronja e fundit, ose duke i grupuar, si shikoni dhe poshtë alfabetit, në ngjashmërinë që kanë me njëra tjetrën, pra mënyrën se si thuhen. Për shembull, në rasti parë kemi katër shkronjat që në vetvete kanë tingujt EI, diftongun, pra dy tingujt EI si A, H, J, K, ose ato që kanë I të gjatë, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Keni parasysh ata që janë duke mësuar anglishtën britanike, shkronja Z, në vend se t'i themi Z, sipas anglishtës amerikane, le të themi, zakonisht përdorin formatin Z ose forma Z. Pastaj janë shkronjat që kanë tingullin E, F, L, M, N, S, X. Janë shkronjat që kanë tingullin A, I, si I, shkronja I, është e njëjta fjalë që përdorim edhe për emrin vetor, unë, dhe Y, shkronja Y, që ngjan gjithashtu edhe me fjalën why kur pyesim përse. O-U, si O, vetëm një shkronjë, me U të gjatë si Q, U, W. Dhe në fund, R, shkronja R. Tani, pse na duhet që ta dim mënyrën se si thuhen shkronjat e alfabetit në gjuhën angleze? Mund të jenë disa raste, që për shembull njëri prej tyre është kur na duhet të gërmëzojmë emrin ton. Jemi duke folur në telefon me dikë ose në një zyrë të saktuar dhe na pyesin për emrin, dhe nëse emri jot nuk është një emër normal ose i dëgjuar shpesh nga personi, atëherë ka shumë gjasa të na pyesi të bëjmë gërmëzimin. Sidomos nëse bëhet fjalë për çështje dokumentash ku do na duhet që emri të jetë korrekt. Ose një aspekt tjetër është kur kemi emra të shkurtuar. Atyre që në anglisht të themi abbreviation, siç e keni edhe në të djathtë me shkronjë të kuqe. Abbreviation. Çfarë është një abbreviation? Është kur kemi një emërtim të gjatë, 2-3 fjalë ndonjëherë, dhe zakonisht shkëpusim disa shkronja nga këto fjalë dhe krijojmë një shkurtim. Për shembull, ndoshta kemi dëgjuar kur i referohemi kompjuterit si PC, nga vjen nga personal computer, pra kompjuter personal. Çfarë kemi bërë në këtë raste? Kemi marrë shkronjën e parë të secilës fjalë. Ose TV vjen nga fjala television. E njëjta gjë edhe me marka të tjera ose emra të tjerë, për shembull DJ, ATM, BMW. Pra edhe ky është një aspekt. Sa herë që na duhet të themi emrat e këtyre kompanive ose emra edhe nga më të ndryshëm, të shkurtuar, në anglisht është mirë të themi sipas shkronjave të alfabetit. Për shembull, shikojmë një rastin e një gruaje e cila bën check-in në një hotel, hotel check-in. Kemi personin A, që është recepcionisti, e përshëndet ndërkohë që gruaja futet në hotel, good morning. Pastaj gruaja përshëndetet ajo, hello, prezantohet,
I'm Eva Torres. I have a reservation. Pra, unë jam Eva Torres, unë kam një rezervim. Atëherë, Eva nuk është e vështirë për personin, por ndoshta nuk është i sigurt se si mbiemri i saj Torres shkruhet, për shembull se shkruhet me një r ose me dy dhe kështu me radhë. Prandaj për t'u siguruar, i thot, how do you spell your last name? Fjalë për fjalë në shqip do të ishte si e gërmëzon mbiemrin. Domethënë si e shkruan. Dhe ajo pastaj fillon i bën gërmëzimin. Kemi T-O-R-R. Kur kemi dy shkronja njëra mbas tjetrës të njëjta, mund të themi edhe double R. E-S. Okay. Dhe personi pastaj recepcionisti falenderon. Thank you. Keni parasysh që shumica e shkronjave të alfabetit janë relativisht të thjeshta. Disa prej tyre mund të kemi vështirësi se mund të ngatrohemi me njëra tjetrën. Për shembull, shkronjës A i themi A, shkronjës E, më falni, i themi I. Shkruajmë me shkronjën E, por kur i themi me shkronjën I, ose shkronjën I e themi I, dhe kjo mund të na bëj pak konfuz fillimisht, por nuk është shumë e vështirë, nëse përsërisim disa herë, arrijmë të fiksojmë. Atëherë, disa aspekte, name, besoj se dini tashmë të gjithë, emri, okay, kur flasim për emrin e individit, ndryshe mund t'i referojmë edhe si first name. Okay, kanë të njëjtin kuptim, si emër, si first name, fjalë për fjalë emri i parë. Kurse mbi emrit kemi disa mënyra se si referohemi. Mund t'i referohemi si last name ose mund t'i referohemi si surname. Në disa raste përdoret edhe family name, sikur të themi emri i familjes. Por kjo pastaj varet nga kultura, sepse family name në disa kultura mund të nënkuptojë mbiemrin dhe në disa kultura të tjera mund të nënkuptojë një emër të dytë ose një mbiemër të dytë. Për shembull, personi ka emrin e vet personal, është emri i familjes dhe pastaj është mbiemri. Kjo pastaj do varet, siç tham, nga kultura. Le të vazhdojmë mëtej. Atëherë, të shikojmë pak disa përshëndetje. Përshëndetjet në anglisht i quajmë greetings. Gjithashtu edhe fjalën greeting mund ta përdorim si përshëndetje. Okay, çfarë përfshin të përshëndetje? Kemi disa në anglisht, tu kemi ato pak më elementare. Për shembull, good morning, mirëmëngjesi, zakonisht do të themi deri në orën 12. Pastaj kemi good afternoon për mbasdite, kryesisht ora 12 deri në 6. Kjo varet pas edhe nga sezonet, kuptohet. Dhe për mbrëmje kemi good evening. Okay? Bukur. Atëherë, në të djathtë kemi classroom, disa objekte të cilat ne i shikojmë në klasë. Në të majt keni dhe fotografinë ku tregon edhe objekte. Keni parasysh se disa nga këto objekte janë universale, kështu që normalisht i shikojmë edhe në ambiente të tjera. Për shembull, së pari kemi the board, që është tabela ose drasa. The door, dera. A window, një dritare. A chair, një karrike. A coat, një palto. A table, një tavolinë. A laptop, ngjashëm me fjalën shqip. Teta, a dictionary, një fjalor. Nënta, a piece of paper, një copë, ose në disa raste mund të marrë edhe kuptimin një flet letre. Dhe në fund të dhjeta kemi a pen, një stilolaps. Bukur. Të vazhdojmë mëtej. Tani të shikojmë pak disa gjëra, disa aspekte, të cilat mund t'i thot mësuesi, dhe disa aspekte të tjera, ose disa fjali, shprehje, edhe pyetje në disa raste, të cilat i thot studenti. Prandaj në të majt të classroom kemi the teacher says, me shkronja të kuqe, e shikoni këtu, the teacher says, pra mësuesi thot. Përse i kemi says, do ta shikojmë edhe disa mësime më vonë, sepse kemi vetën e tretënjëjes, he, she, ose it. Okay? Çfarë mund të thotë mësuesi në një klas? Për shembull, mund të thotë në shumë raste përdoret edhe atë që në anglisht ne i themi imperative form, ose në shqip i themi forma urdhërore, pra mënyra se si shprehemi është japim një urdhër ose një udhëzim. Për shembull, look at the board, shikoni drasën. Open your books, hapni librat tuaj, ose hapni librat tuaj sepse kemi në shumës. Go to page 7. Shkoni në faqen 7. Close your books. Mbyllni librat tuaj. Stand up, please. Çohuni ose ngrihuni, ju lutemi. Dhe kundërta, sit down. Nga djathta pasaj kemi the students say, or you say, pra kur ti je një student.
Çfarë mund të jenë disa gjëra që mund t'i thonë studentët mësueses. Për shembull, një prej tyre mund të jetë how do you spell it? Mësuesi thot një fjalë që për studentin ose studentët mund të jetë e re, dhe duke qenë se e dim që fjalët në anglisht ndryshe shkruhen, ndryshe shqiptohen, atëherë një student mund të pyesë si e gërmëzon atë fjalë. Domethënë atë fjalë që mësuesi e tha, si do ta shkruaj, si shkruhet. Okay? Tjetra, can you repeat that please? Can you repeat that please? A mund ta përsërisni atë, ju lutem? Ja, ndoshta nuk e dëgjuam mirë ose nuk e kuptuam mirë diçka dhe kërkojmë që dikush ta përsërisi atë çfarë tha. Ose një aspekt tjetër, kur duam të pyesim për një fjalë ose një objekt konkret, what is in English, pra këtu kemi lënë me hapësirë, ku mund të vendosim fjalën ose nëse e tregojmë fizikisht objektin dhe duam të dimë se si thuhet në anglisht. Dhe në fund, nëse nuk arrim të kuptojmë diçka, mund të përdorim fjalën I don't understand. I don't understand, pra që nuk e kuptoj. Atëherë, bukur. Këto ishin disa aspekte edhe për videon e sotme, një video relativisht të shkurtër, por do të shihemi së shpejti në videon e radhës.